Këto janë 3 gjërat kryesore që duhet të keni parasysh para se t'ju ofrohet një vend pune. Gjëja e parë dhe më e rëndësishmja normalisht është paga. Pra ju duhet të dini se sa do paguheni për punën që do bëni dhe duhet të keni kujdes. Në qoftë se ju thuhet në bruto, të kërkoni se sa është ajo në neto, pasi paga neto është ajo që ju do merrni në fund të muajit. Së dyti, edhe kjo shumë e rëndësishme, është orari i punës. Pra, kur fillon, kur mbaron puna dhe cilët janë ditët. Me ligj, me kod pune janë 40 orë në javë, nga e hëna në të premte, por ka kompani të cilat punojnë dhe të shtunën. Teorikisht, nëse punon të shtunën, duhet të marrësh me një pagesë tjetër më të lartë. Prandaj është e rëndësishme që ti diskutosh edhe këto gjëra paraprakisht para se të pranosh ofertën e punës. Gjëja e tretë dhe shumë e rëndësishme edhe kjo është a jeni apo jo të siguruar në këtë vend pune. Pra ju paguhen sigurime shoqërore të shëndetësore dhe ju figuroni të punësuar në shtet, pasi kjo ju ndihmon si në marrjen e kredive, si në pensionin që do të keni në të ardhmen, si dhe në rastin e aksidenteve që mund të ndodhin në punë. Kjo e fundit mund t'ju duket diçka bazike, por ka akoma kompani të cilat nuk janë të rregullta, kryesisht me sigurime shoqërore të shëndetësore, prandaj është detyrë e juaja si punonjës që t'i kërkoni këto para se të filloni punë në ndonjë vend. Për këshilla, informacione të tilla dhe të tjera, ju lutem të na ndiqni dhe të na bëni follow.